Gazetari hungarez Szabolcs Spani deklaroi se shërbimet e inteligjencës së jashtme të Hungarisë kanë monitoruar bisedat e tij private. Panui, i cili prej vitesh raporton mbi ndikimin rus në Hungari, tha se ishte paralajmëruar nga burime brenda qeverisë, se bisedat e tij me kontaktet ishin interceptuar dhe ishin dërguar zyrës së informacionit të Hungarisë për të përdorur më pas nga qeveria e kryeministrit Viktor Orban në përpjekje për ta diskredituar. Sipas tij, fushata e supozuar nisi në mesin e vitit 2025 dhe u bë më agresive pasi Direkt 36, një qendër jo fitimprurse e gazetarisë investigative në Hungari, ku ai punon, publikoi vitin e kaluar një artikull mbi një operativ të inteligjencës hungareze që përpiqej të rekrutonte zyrtar të Komisionit Evropian në Bruksel. Këto pretendime për përgjim vinë në një moment të ndjeshëm për Orban, vetëm disa javë para një zgjedhjeje të rëndësishme me pasoja të mëdha për Evropën, ndërsa sondazhet tregojnë se partia e tij është rreth 9 pikë përqindje para, mes kritikave në rritje për dobësimin e standardeve demokratike dhe pengimin e proceseve të BE-s. Zëdhënësi i qeverisë hungareze Zoltán Kovács nuk u përgjigj kërkesave të shumta për koment mbi akuzat e Panuit. Panui tha se beson se survejimi ka gjasa të jetë kryer përmes vendosjes së pajisjeve përgjimi në ambiente ose përmes telefonave të burimeve të tij, pasi nuk kishte tregues që informacionet të tjera nga pajisjet e tij kishin rrjedhur. Ai kontrollon rregullisht telefonin për programe spionazhi, pasi në vitin 2021 raportoi se ishte infektuar me mjetin izraelit Pegasus, i cili thuhet se është përdorur edhe ndaj figurave të njohura, përfshirë kryeministrin spanjoll Pedro Sánchez dhe disidentin saudit Jamal Khashoggi. Panui shtoi se presioni u rrit kur qeveria mori vesh se ai po hetonte komunikimet e ministrit të jashtëm Petr Ziarto me zyrtar rus, përfshirë përdorimin e një telefoni të veçantë që nuk ishte deklaruar në ministri. Ziarto ka pranuar se ka komunikuar me homolog rus para dhe pas takimeve të BE-s, pas raportimit të The Washington Post se ai kishte dhënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov informacione mbi diskutimet dhe zgjidhjet e mundshme në këto takime. Të njëjtën, ministri i zyrës së kryeministrit Gergely Gulias njoftoi se qeveria kishte paraqitur kallëzim penal ndaj Panuit, duke akuzuar për spionazh dhe bashkëpunim me shërbimet ukrainase. Kallëzimi pretendon se ai ka ndarë informacione sensitive për Ziarto, por nuk jep detaje apo prova konkrete. Prokurorët duhet tani të vendosin nëse do të nisin hetim. Orban dhe Ziarto kanë ruajtur marrëdhënie të afërta me Kremlinin, duke përfshirë vizita të shumta në Moskë, edhe pasi BE-ja izoloi Rusin pas pushtimit të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Kjo ka nxitur tensione të vazhdueshme mes Budapestit dhe Kievit, i cili vazhdon të përballet me agresionin rus. Panui tha se ishte një sekret i hapur në mesin e shërbimeve evropiane të sigurisë që komunikimet me Ziarto dhe Lavrov ishin të rregullta. Ai shtoi se këto komunikime monitoroheshin nga disa agjenci inteligjence, por nuk u ndërmor asnjë veprim nga qeveritë e BE-s. Komisioni Evropian nuk u përgjigj menjëherë kërkesës për koment, shkruan Politico. Panui argumenton se taktikat e friksimit që ai i atribuon partisë Fidesz të kryeministrit tregojnë se Orban nuk është në kontroll, por në mbrojtje. Megjithatë, ai tha se ka marrë mbështetje të gjerë publike, përfshirë 10.000 euro donacione nga qytetar përmes një platforme financimi brenda vetëm 3 ditësh. Në një deklaratë, Direkt 36 dhe organizata të tjera mediatike dënuan atë që i quajtën një fushat të koordinuar shpifjeje ndaj Panui, të mbështetur nga metodat të shërbimeve sekrete dhe zhvilluar nga media pranë qeverisë.